Njerëzit nuk kanë frikë Zotin. Guxojnë dhe shajnë, domethënë shajnë në mënyrë jo vetëm mua, shef kudo. Shet sharja, shet ofendimi, shet banaliteti në mënyrë ekstreme. Shajnë. Por se shajnë. Kam 8 vjet, nuk e di sa vjet kam TikTok, nuk kam kthyer një koment. Kam vendosur ta qep. Domethënë mund të shaj tjetri familjen, farefisnin, komsin, të ndihet më shqiptar nga ty, më i Zotit nga ty, më trim nga ty. E thoj, po çfarë po atë njëri? Po se shajnë kaq shumë? Çfarë fiton? Çfarë mlefi nxjerr dikush valla që shan TikTok? Ore zëm se të shava unë TikTok, të prisha ditën ty. Nuk arrit ta kuptoj. Por valla, unë se bëj dot të punën që bën ti. Po pse duhet shaj? Është tjetër mendimi ndryshe valla. Mendimi kundra dhe është tjetër ofendimi. Është tjetër sharja që bëhet masivitet. E kupton? Nuk arrit ta kuptoj. Sinqerisht më vjen keq të vdes ignorant.